Ja do të pyesun. Sa kokë dhën ke? 250 kokë. Merresh vetëm me blektori? Me blektori, me gjithë djalin. Ka vështirësi kjo punë? Vështirësi që na lërohet nëna para dhe mbrapa. Ku qëndron vështirësia? Vështirësia në kullot, vështirësia në treg, ti të qesh qumshit, të qesh mallin, nuk shitet. Me shumë vështirësi. Me sa u marrin litri i qumshit sot? Si vjet nuk e dim, kur të filloj sezoni, po sezoni shkoj me 13 na i morën, 1300 lek litri. Është pak për juve? Po pak me shpenzimet që kemi neve, janë shpenzime kolosale. Ajo po s'hëngri të paktën 1 kg misër në ditë, ajo nuk jep asnjë pikë qumësht. Çfarë do japa? Ku do haja me këtë lagështi? Me këtë kot keqe. Ku i mban në regjim stallor apo i nxjerr? Po kullotu kemi mbjell ca blektor ashtu foragjere, po qa do, sa do, se lë koha, është koha e qelbur, koha e fliqur. Qa do bëj? Këtu në këtë zonë ka shumë që merren me blektori? Po jemi një 5-6 veta neve këtu, që merremi. Si është numri i krerëve dhe i tufave në rënje apo? Po ne që ashtu na jemi këtu, ato që kemi pasur, kemi mundohemi t'i ripërtërim, se për të rënje qa do bëj, me këto merremi. S'kemi të ardhur tjera. I nxjerr çdo ditë? Ra këto, ra buxheti ynë. I nxjerr çdo ditë? Po. Sa kota në ditë? Në ora 8 e mëngjes, 7 e mëngjes, deri në orën 5 e gjysmë darkë. Që i mbyllim. Pastaj merremi jo me sherra, jo me mjelje, jo me tutje, jo me tu. Ka punë plot sa dush. Po qumshin u marrin këtu apo në e çonin në Vlorë? Jo, na i vin Baxhaxhiu, na i merr këtu. Subvencione keni marrë? Kemi marrë. Të kënaqur? Po, deri diku. Priti ti tash euro ato, o djalë. Nëse mund të kemi vëmendje nga shteti drejt fermerit, drejt Po, blektorit. me kaq mbështetje sa jep shteti, këto do vend drejt zhdukjes, do zhduket blektoria. Sidomos e holla njëherë është drejt zhdukjes. Nuk të ngelet gjefare. Unë jam veti dytë tu, nuk e nxjerr rrogën time sa e nxori Edi Rama atje në ndërtusi, 7 orë punë, e ka 850.000 lek rrogën në muaj. Unë nuk më qëndron 850.000 lek në muaj, që rri në ora 7 e mëngjesit, mos them edhe natën, sezonin e pjelljes, që rri non stop 24 orë, 24 orë në sezonin e pjelljes, po në kohën tjetër pasaj 12 orë unë jam pincë në këmbë. Faleminderit. Si ke emrin mbi emër zot? Irfan Bushi më thonë. Faleminderit.